Si kalun takimet juaja gjatë ditës djeshme dhe soshme? Gjatë këtyre ditëve kam pas takime shumë të mira në OKB, kryesisht me shtete me që vizita ka qenë karakterit bilateral me shtetet të caktuara. Kam rritë që të takoj shumë shtetet e cilat nuk e ka njoft Republikën e Kosovës. Është një listë gjatë e vendeve të cilat i kam takuar dhe kam informuar këto vende për progresin që ka bërë Kosova dhe për domosdoshmërinë e njohjes së pavarësisë së saj. Por kam rritë po ashtu që të takoj vendet mike të Kosovës, sikurse ambasadoren amerikane, cila përfason Shtetet e Bashkuara të Amerikës në OKB dhe në Këshill të Sigurimit, po ashtu ambasadorin britanik, atë gjerman, italian dhe shumë shtete tjera evropiane. Qëllimi ka qenë që shtetet njohëse, shtetet jo njohëse të informohen për zhvillimet pozitive në Kosovë dhe gradualisht të arrismi numrin e vendeve të cilat në të ardhmen do duhet të njohin Republikën e Kosovës. Bazuara nga burimet e juja apo jo që ka disa shtete që janë shumë afër që ta njohin Republikën e Kosovës? Gjatë këtyre 2 ditëve në New York, por edhe gjatë këtyre 3-4 javëve të fundit si ministër i jashtëm, unë kam rritë që të flasë me shumë vendet të cilat nuk e ka njoft Kosovën. Në bazë të kësaj periudhe të shkurt 4 javore dhe në bazë takimeve që kam pas në New York, mund them që janë 2 vendet të cilat janë në prag të marrjes së vendimit që ta njohin Kosovën. Një vend është afrikan, një tjetër është nga Amerika Latine. Dhe besoj që deri në fund të vitit do të ketë edhe vende tjera të cilat do ta njohin pavarësinë. Qëllimi jonë është të arrijmë një numër të njohjeve për shtetin e Kosovës, i cili do duhet të ishte diku rreth 120 shtete, 130 shtete anëtare. Me atë Kosova do të kishte 2/3 e shteteve anëtare të OKB-s. Dhe me atë antarësimi jonë në agjencione të OKB-s, në institucione multilaterale, në organizata ndërkombëtare do të ishte i pandalshëm, me që do të kishëm një shumicë të votave. Nuk është vetëm vrojtimi imi, por edhe i qarqeve tjera që procesi i njohjeve ka stagnu, Kosova në rrafshin ndërkombëtar afirmativ, ta them ashtu, ka stagnu, dështimi në UNESCO edhe disa të tjera. Mund të presim që me ardhjen tuaj të largohet ky zar i keq, ta themi të shprehem ashtu popullor, që ky tërs nga procesi i njohjeve? Ajo se çfarë mund të them është që shpesh herë në politikë të jashtme zhvillimet e brendshme ndikojnë në performancën e jashtme të një shteti. Do thotë, krizat brendshme politike kanë efekt edhe në atë se sa një shtet mund të përmbush pritjet e tij të jashtme. Vitin e kaluar dhe këtë vit ne kemi pas një fokus më të madh se si ta nënshkruajmë marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe mendoj që nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit si marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, si marrëdhënia e parë reale me Bashkimin Evropian, është një arritje e madhe dhe një pjesë e madhe e politikës së jashtme ka qenë koncentruar më shumë në dialog me Serbi dhe në forcimin e lidhjeve dypalëshe me shtetet e cilat e kanë njoft Kosovën. Në marrë në tërësi në këto 8 vitet e fundit, 9 vitet e fundit, procesi i njohjes të Kosovës ka qenë i pandalshëm, gjeografia saj është një gjeografi globale, është pjesa më demokratike e botës, janë vende më të zhvilluara në botë, janë shoqëritë më të modernizuar në botë, të cilat e kanë njoft Kosovën.